Nëse nuk ju pëlqen jeta juaj momentalisht, apo rrethana të ndryshme të jetës suaj nuk janë ashtu si ju do të dëshironit që të ishin, apo ndoshta një marrëdhënie specifike nuk ju bën të ndiheni mirë, atëherë kjo video është për ju. Ajo që mund të bëni është thjesht të vizualizoni jetën tuaj në mënyrën që ju dëshironi që ajo të jetë. Apo të vizualizoni që në këtë realitet të ri për ju, çdo gjë po shkon më së miri, fati është në anën tuaj, rrethanat janë duke shkuar më së miri për ju dhe si ato pjesët e puzzle-it, të cilat po lidhen me njëra tjetrën në mënyrën më të mirë të mundshme për të formuar pikturën e jetës tuaj, ashtu siç ju e keni ëndërruar që të jetë. Por e rëndësishme për këtë është që në momentin që u vizualizoni, ta ndjeni me gjithë qenien tuaj që ky është realiteti im dhe unë vërtet mund ta kem këtë. Dhe përse mos, unë jam shumë i vlefshëm për këtë realitet. Dhe të ndjeni vërtet shumë të vlefshëm dhe të ndjeni sikur vërtet e meritoni, sepse ju e meritoni. Por ju duhet ta ndjeni këtë, sepse shpesh herë kam parë që individ të ndryshëm mund të vizualizojnë, bëjnë të gjithë punën e mrekullueshme të vizualizimit dhe duke parë veten e tyre në këtë realitet që në fakt ekziston, sepse përderisa ju po e shihni veten tuaj aty, do thotë që është diku, ju thjesht duhet të lidheni me këtë lloj realiteti. Por më pas stepen tek pjesa e besimit, sepse nuk e besojnë që ajo do të vi, apo thjesht thonë dua të më vi nesër, jo nesër, por vendosin në kufizime të ndryshme kohe, vendosin kufizime të ndryshme të tilla si e dua të më vi në këtë lloj mënyre, këtë lloj forme. Do të thonë, janë disa gjëra që për mendimin tim nuk është se e ndihmojnë shumë manifestimin. Dhe sepse ky në vetvete është një proces manifestimi. Mendoj se këto mund ta vonojnë më tepër. Duke qenë se ju krijoni një pjesë dyshimi ose ndoshta mënyra e duhur për këtë realitet, për këtë pikturë që ju po shihni, mënyra e duhur është që ju të përdorni, për shembull, po marrim rastin e pikturës, të përdorni këto boja specifike sepse do të dalë më bukur dhe është fiks. Boja e përdorur për realitetin tuaj, por ju po kërkoni një bojë të gabuar. Kjo duhet parë në realitet, pra mos u fiksoni për një mënyrë specifike që ajo që ju dëshironi të vijë. Thjesht mendoni dhe besoni që ajo është e juaja, është krijuar tashmë dhe është duke ardhur për tek ju, dhe thjesht besoni. Dhe do të shikoni se ajo që ju dëshironi do të vijë më shpejt se ju e kishit parashikuar, do vijë në mënyra nga më të magjishmet, më të mrekullueshme që ju do thoni si ka mundësi. E rëndësishme për këtë është thjesht që ju të rrisni vibrimin tuaj, sepse duhet parë në këtë lloj forme. Le të marrim për shembull që ju jeni këtu momentalisht dhe pra ky është vibrimi juaj momentalisht. Dhe realiteti që ju po ndërroni apo realitetet e ndryshme të cilat ju po ndërroni ndodhen këtu. Dhe realiteti që ju dëshironi, më së shumti, pra ai që ju vërtet e ndjeni që dëshironi ta keni, është ky, po marrim, po e bëjmë në ngjyrë jeshile. Tani, duke qenë se ju ndodheni këtu apo jo, dhe jo më kot e kam vizatuar në këtë lloj forme, është një vizatim vërtet shumë i thjeshtë, por thjesht që ju ta kuptoni. Do të thotë që vibrimi juaj duhet të rritet me qëllim që të bëhet një match ose të jetë njësoj me këtë realitet që ju po dëshironi. Pra, duhet që vibrimi juaj në këtë fazë të rritet dhe energjia juaj të rritet, pra energjia juaj pozitive, e cila ju bën juve hap pas hapi që të shkoni në realitetin tuaj të dëshiruar. Për vizatimin. Por ishte thjesht për të kuptuar që në momentin që ju ndodheni në një vibracion i cili nuk është njësh me realitetin ku ju do të jeni, sepse ne nisëm videon duke thënë që nëse realiteti juaj nuk po ju pëlqen, do të thotë që ju nuk ndodheni në realitetin tuaj të dëshiruar, pra viza jeshile. Çfarë duhet të bëni ju ose çfarë mund të bëni ju nëse ju vërtet dëshironi që të arrini aty? Sepse ka individ që mund ta kalojnë gjithë jetën e tyre me një realitet që nuk ju pëlqen, është mos në rregull, nuk ju detyron askush që ju të jeni të lumtur apo jo. Thjesht është zgjedhja juaj. Dhe nëse ju e sjellni këtë, që unë vërtet e inkurajoj, është diçka që mund të duket e vështirë në fillim, por pas ju e bëni apo disa zgjedhje të vështira që ju duhet të bëni,
Por, nëse jeni vërtet kurajoz, nëse jeni vërtet ambicioz, dhe nëse ju pëlqen aventura në jetë, përse jo, është një aventurë shumë e bukur, jeta për të jetuar, dhe sa më dinamike të jetu, mendoj që është më interesante, por që jeta e gjithë secilit është e ndryshme, nuk do të fillojmë në kjo pjesë. Në këtë moment, ju inkurajoj shumë që të mendoni pozitivisht, pra janë gjëra që ndoshta i keni parë, i keni dëgjuar, dhe mund t'ju jenë përsëritur shpeshherë, dhe e di që ndoshta shumë prej jush mund të jenë mërzitur nga kjo gjë, por unë dua t'ua bëj jo edhe aq të mërzitshme, sepse e para njëherë nuk është e detyrueshme. E dyta, gjithsecili ka perceptimin e vet, ka mënyrën e vet të shprehurit dhe ka mënyrën e vet të interpretuarit të asaj që po dëgjon. Dhe në fund, të gjitha këto kanë produktin e tyre që nuk është i ngjashëm me njëri tjetrin. Kështu që mos u fiksoni që edhe jeta juaj qoftë jetë ose perceptimi juaj të jetë identik me personin tjetër. Kur fjalët hyjnë në mes, asnjëherë s'ka për të ndodhur kjo gjë. Më besoni, nëse në një të ardhmen ne do të flasim telepatikisht, që në fakt është duke ndodhur, patjetër që po, mesazhi do të përcillet në një mënyrë të drejtë dhe për shembull një mendim që ti ke do ta lësh një mendim që një person tjetër do ketë dhe do të jetë i njëjti, por në realitetin kur ne na duhet të flasim për të treguar se çfarë kemi në mendjen tonë, apo të përshkruajmë një figurë që ne po shohim në mendjen tonë, është shumë larg të qenë identik dy realitete ose dy mendime bashk. Kështu që mos u mërzisni për këtë pjesë dhe prandaj gjithmonë duhet jemi të hapur dhe të lirë me veten tonë, mos ta gjykojmë veten tonë dhe të shohim gjithmonë të pyesim dhe për gjërat që na thonë të tjerët. Edhe për gjërat që unë mund t'ju them. Pyesni, a është vërtet kjo e duhura ose a është kjo e duhura për mua? A më përputhet mua kjo? Nëse po, merreni dhe shikojeni se si u përputhet. Nëse jo, thjesht lëreni për dikë tjetër që ndoshta mund t'i përputhet, si puna e një veshje. Merret dhe thuaj, a mund ta kombinojmë me këto me veshjet e mia, me veshjet e tjera që kam? Apo ndoshta thjesht nuk është për mua dhe le të shojmë diçka tjetër. Pra, kjo është shumë e rëndësishme, pikë së pari, dua ta theksoj dhe pikë së dyti, le të rikthehemi tek pjesa e si të rrisim energjinë, pra si të bëhemi një match i realitetit që ne duam të arrijmë. Është thjesht të fokusoheni tek gjërat e bukura, të fokusoheni tek dashuria, të fokusoheni tek gjërat që ju bëjnë të ndjeni të lumtur. Qoftë kjo një pasion, art, koha me fëmijët që ne kemi folur, koha me kafshët, koha në natyrë, të buzëqeshni, edhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të rritur vibracionin tuaj në mënyrë në kohë reale. Gjithashtu dëgjimi i muzikës që ju pëlqen, qëndrimi me një person që ju bën të ndjeni mirë, kalimi i kohës me familje nëse kjo ju bën të ndjeni mirë, ushqyera me një ushqim të preferuar nëse kjo ju bën të ndjeni mirë, dhe gjëra të tjera si këto. Të gjitha këto tani do të kontribuojnë në energjinë tuaj pozitive dhe ditë pas dite, nuk do të bëhet me një herë, nuk ka rrugë të shpejtë për këtë gjë. Ose më saktë nuk ju sugjeroj rrugën e shpejtë sepse ka rrugë të shpejtë. Pra do të bëhet ditë pas dite, dhe ditë pas dite ju do të largoheni edhe më shumë nga energjia negative dhe do të afroheni edhe më shumë nga energjia pozitive dhe vibrimi juaj do të fillojë të rritet çdo ditë më shumë. Dhe pak a pak ju do të shikoni që kur të hapni syt një ditë të bukur, realiteti juaj do të ketë ndryshuar dhe ju do të jeni duke jetuar në realitetin që ju kishit të ndëruar për veten tuaj. Dhe marrëdhëniet tuaja do të jenë aq të harmonizuara dhe të bukura, ashtu si ju I keni ndëruar. Dhe ndoshta në këtë realitetin tuaj të ri, mund të mos jeni me individ të së shkuarës, mund të mos bëni profesionin e së shkuarës, mund të mos dilni në vendet ku ju preferoni dikur të dilnit. Dhe gjitha kjo sepse ju keni ndryshuar. Dhe së pari ju do të ndryshoni që realiteti juaj të ndryshojë. Dhe të gjitha këto hapat një pas një që unë ju cilësova, apo shumë e shumë të tjera si këto, që ju është shumë lehtë mund të ndiqni intuitën tuaj për jetën tuaj dhe ditë pas dite të ndryshoni edhe ju për mirë. Pra duke ndryshuar ju për mirë, do të shikoni që realiteti juaj do të përputhet. Sepse fundja, duhet ta shikojmë veten tonë si projektor apo jo, që gjithçka që ne mendojmë, besojmë dhe vërtet e ndjejmë për veten tonë, ne do ta shohim eventualisht në realitetin tonë, kudo rreth nesh, të reflektuar. Ose mund të mendoni sikur realiteti është një pasqyrë, ose mund të mendoni sikur thjesht ju jeni projektor dhe çfarëdo që ju mendoni rrezet do ta projektojnë në realitetin tuaj dhe
Pasi ju të mendoni këtë, jam e bindur që ndoshta do të mendoni më mirë se çfarë mendimesh do mendoni, pozitive apo jo, sepse ato do reflektojnë në realitetin tuaj. Apo çfarë imazhesh krijoni për veten tuaj, sepse ato do reflektojnë në realitetin tuaj. Nëse shikoni veten tuaj të lumtur, me mirëqenie, të bukur, të shëndetshëm, kjo do reflektohet. Por nëse ju keni dyshime dhe e shikoni veten tuaj jo aq mirë, patjetër që edhe kjo do reflektohet. Kështu që thjesht jeni pak më të vëmendshëm, kjo ka rëndësi dhe nëse keni pyetje, unë jam shumë e hapur që ju t'i bëni këto pyetje drejt meje apo drejt njerëzve që ju besoni, më së shumti, dhe që mendoni që vërtet ju japin argumenta konstruktive, dhe do të isha shumë e lumtur të ndihmoja, do të isha shumë e lumtur të njihja opinionin tuaj, dhe do të isha shumë e lumtur të shikoja mendimin tuaj rreth kësaj teme, si ju duket si perceptim, dhe a përputhet kjo vërtet me realitetin tuaj, a përputhet kjo vërtet me atë që ju kërkoni, dhe ndoshta eksperiencën tuaj nëse ju e keni provuar. Do të isha e lumtur të njihesha me të gjitha këto në koment. Nëse ju pëlqeu kjo video, do të isha e lumtur nëse ju do ta pëlqenit, do të isha e lumtur të ishit pjesë e komunitetit tonë, ku ne ndajmë video të tilla, por jo vetëm, jo vetëm. Edhe shumë tema të tjera në lidhje me spiritualitetin, në lidhje me manifestimin, perspektivën, vibrimin, shërimin holistik dhe të gjitha këto me radhë. Faleminderit. Ju uroj të kaloni një ditë pas dite, fundjavë, kur do që ju e shikoni, shumë të këndshme.